Flutra, para se me shku dhe me detajet tjera të konferencës që do t'i shpalosim për Çikustan, ajo çka po më intereson shumë kur po flasim edhe kur fliste Flutra, gjithmonë e mendoj sa njeri thot, po unë kam një smundje kronike, po unë vuj prej kësaj, sikur i dorëzohen çasaj se çka i ka ndodhur. A janë vetëdijshëm njerëz, doktor Rëshet, a mundesh me na shpjegua edhe për audiencën që smundjet kronike edhe mund të parandalohen nëse kemi një stil të mirë të jetës na? Tani, më falje. Pa problem. Ne kemi shumë pacientë të cilët kanë smundje kronike, si hipertension edhe diabet, edhe ato përveç që parandalohen, duhet edhe të trajtohen. Absolutisht. Shumë rëndësishme është që këta njerëz ta kuptojnë që do të jetojnë me këtë problematikë, qoftë përmes marrjes së rregull të barnave, qoftë përmes ndryshimit të stilit të jetës. Ajo që ju them është se ka të i merr ti barnat, në qoftë se nuk bën ndryshime substanciale në stilin tënd të jetës, edhe kjo ka të bëjë me dietën edhe me aktivitetin fizik. Mirë, po në qoftë se që në fillim ne krijojmë shpërhitje mira të jetës, të aktivitetit fizik, ne i parandalojmë edhe hipertensionin, edhe diabetin, edhe depresionin, edhe stresin. Kështu që stili i jetës është çelësi, është baza për çdo parandalim të smundjeve kronike. Po.